Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e binjakëve. Binjakë, në javën e parë të prillit, ju shoh shumë të nxituar, keni një padurim, keni një lloj mungese rehatie brenda vetes tuaj, do të jeni vazhdimisht jashtë në lëvizje, të mbaroj dhe këtë punë, të mbaroj dhe këtë punën tjetër, ju duket sikur po ju ikën koha, ju duket sikur keni kaq shumë gjëra për të realizuar sa ndonjëherë mund ndiheni edhe të mbi ngarkuar në këtë javë të parë, sepse nxitoni dhe disa mund të kenë vonesa, disa mund të arrini t'i mbaroni, prap nuk jeni të qetë, sidomos nga ana e mendimeve tuaja, ngarkesa psikologjike do të jetë e madhe në këtë javë, mendime të shumta, ide të bëj edhe këtë edhe këtë. Nëse keni një person afër vetes tuaj, dikush që ka energji të fortë ajri, mund të ketë ascendenten ose diellin në binjak, një lloj si ju, një peshore ose një ujor, bashkëpunimi dhe idetë do të jenë fantastike, se mund t'ju lidhin për disa binjak, mund t'ju lidhin çështje pune bashkë, doni të bëni një marrëveshje bashkë apo një projekt bashkë apo diçka që të dyja palët e mendoni që mund të jetë fitimprurse. Për dikë tjetër mund të jetë raporti në çift, nëse jeni në një binjak dhe jeni në marrëdhënie me një ujor, me një peshore ose me një binjak tjetër. Mund të keni plane që ju të dy në çift doni të realizoni me njëri tjetrin. Ju a them këtë sepse me datë 2 prill kemi hënën e plot në peshore dhe duke qenë në shenjë ajri, një lloj si ju, impakti tek binjakët është i fortë, do t'ju prek pikërisht tek çështje që kanë të bëjnë me raportet, me bashkëpunëtorët, me partnerët. Partner jo vetëm në aspektin romantik, por edhe partner biznesi, partner në punë, mund të jetë edhe një person që ti e ke shumë të afërt, një shok ose një shoqe që ndani shumë kohë bashkë dhe e keni ndihmuar njëri tjetrin për gjithçka që mund të ndihesh një lloj nxitimi nga ky person. Më ndihmo për këtë, ta bëjmë dhe këtë, duhet të veprojmë shpejt. E mira është në këtë javë, duke qenë se ka dhe shumë planete në dash, që të përpiqeni që të merrni kohë edhe ju vetë për të reflektuar nëse të gjitha këto gjëra që po i bëni janë vërtet idealet për ju apo po nxitoheni më shumë se ç'duhet. Se ky kombinim ajri bashkë me energjinë e zjarrit, me gjithë këto planete që kemi në dash, e bën situatën shumë shpërthyese, e bën situatën shumë impulsive. Dhe në javën e dytë unë shikoj që besoni tek potenciali juaj, ndjeni sikur mund ta realizoni gjithçka. Energjia e javës së dytë është një energji gati magjike, pra nga një anë është shumë pozitive, se ti ke besim të lartë, ndjen një lloj konfidence, të duket sikur gjithçka po realizohet ashtu siç ti e dëshiron, ke atë iniciativën edhe vullnetin për të marrë përsipër gjëra të ndryshme dhe gjëra që ndoshta mund të mos kesh eksperiencën e duhur më përpara, ti gjithsesi thua ta provoj, të shikoj, do dal mirë, mund të kem rezultate pozitive. Bëni kujdes në raporte marrëveshje dhe bisedash me të tjerët, sepse mund të jeni ju ata që do të shisni ndoshta përtej kapacitetit tuaj. Ajo pjesa e konfidencës për binjakët që kanë biznes apo për binjakët që punojnë me klient, mund të jesh punësuar, po punon në mënyrë të drejtë për drejtë me klient, mund të të kërkoj një person diçka dhe ti po patjetër e bëjmë këtë gjë, e bëjmë dhe këtë, e bëjmë dhe këtë, e bëjmë dhe këtë, ndërkohë që mund të mos jetë diçka që mund të realizohet nga kompania ku ti punon, apo mund të jetë diçka që është jashtë mundësive të tua. Ju a them këtë sepse do t'ju detyroj pastaj fundi muajit që ato premtime që ju keni bërë, ato fjalë që ju keni thënë, ti çoni deri në fund e mund të ndjeni pak në pozitë. Për disa binjak, për të tjerë duhet keni kujdes mos ju gënjeheni nga dikush që ju premton shumë, nga dikush që ju thot që po gjithçka do realizohet, që është një person që ju bën të ndjeheni mjaft mirë me lëvdatat edhe me komplimentet, me gjithçka tjetër që mund thot, por ndoshta mund të niset edhe me synim pozitiv ky person.
është njeri pak lajkatar, është njeri që jo gjithçka është e vërtetë, dhe kjo është një gjë që do zbulohet më vonë gjatë muajit. Kurse në javën e tretë unë shikoj një periudhë ku edhe pse ke pasur hatërmbetje, binjak, hatërmbetje që kryesisht lidhen me familjen tënde, ju shikoj të pakënaqur me antarët e familjes, dikush mund të jetë në lidhje me prindrit, dikush mund të jetë ketë pakënaqësi në lidhje me motrat, vëllezërit, kunatat, kunetrit, dikush mund të jetë edhe persona më të familjes së gjerë. Dhe shikoj që keni pritur më shumë përkraje, më shumë mbështetje, më shumë suport në momente të caktuara. Keni thënë njerëzit e mi do më ndihmojnë, do më gjenden afër, dhe në fakt nuk ka ndodhur kështu. Keni kuptuar që ndihma më e madhe ju ka ardhur nga njerëz të huaj, nga njerëz që ju nuk i njihni fare, suporti më i madh se sa nga persona të familjes, se sa nga rrethi i gjakut. Megjithatë, shikoj që do ta lini këtë gjë pas, ju shikoj më të fortë, ajo dhimbja emocionale do ta kaloni deri në javën e tretë, do thoni di çfarë, çdo gjë ndodh për një arsye, ndodhi kjo gjë në këtë formë, duhet që ta kaloj, duhet që të vazhdoj përpara. Plus pastaj që me datë 17 prill kemi një hënë të re, një hënë të re në dash. Dhe kjo është një energji e bukur për ju, sepse të ndihmon të mendosh, të kalosh pak edhe në egoizëm, edhe i ndihmon binjakët për të stabilizuar këto mendimet e shumta, këto ndjenjat, këtë ngarkesën, kjo energjia e hënës së re, sepse hëna e re është gjithmonë një fillim i ri, në dash, duke qenë se janë të parët e zodiakut, është një energji që të gjithë jemi pak egoistë, secilit të bëjmë prioritet emocionet tona. Dhe binjakët kjo i ndihmon për të lënë pas të shkuarën edhe këto pakënaqësitë e gjithçka, për të thënë që në fund secili është vetëm, edhe në fund suporti më i madh e klientët e tu, nëse ke hapur një biznes dhe ke pritur që të ndihmojnë apo të blejnë apo të marrin produktet e tua familjar, nuk ka ndodhur kështu, do të kuptosh që në fakt klientela jote është diku tjetër, nuk është tek familja jote. Ju a them këtë gjë binjak sepse shoh në javën e fundit. Kjo do të jetë një javë me shumë ndryshime të rëndësishme për binjakët. Çfarë ndodh? Kemi me datë 24 prill, Afroditën, planetin e dashurisë, të romancës, planetin që lidhet edhe me parat, edhe me mirëqenien, që futet në shenjën tuaj, në binjak. Kjo do t'ju ndihmojë shumë për punë, nga ana financiare, por kemi edhe ndryshimin më të madh për ju, kemi Uranin që futet në shenjën tuaj me datë 26 prill. Përfundimisht është në shenjën tuaj, do të qëndroj për 7 vite, ky është një tranzit shumë i gjatë, dhe Urani ju bën, ju shkund, ju çorodit. Urani është një energji kaotike, është një energji që sjell ndryshime totale në jetën e personit. Për shembull, e kam parë tek klient gjatë kohës kur Urani, në vitet e mëparshme kur Urani ishte në dem, kush ishte dem, ose është ndarë, është divorcuar, ose kanë ndodhur një ndryshim i madh nga ana profesionale, kanë ndryshuar punën, kanë marrë një punë tjetër, kanë filluar diçka komplet ndryshe nga puna që kanë bërë më përpara, dikush mund të ketë edhe emigruar, pra janë ndryshime rrënjësore. Jo të gjitha sigurisht do t'i ndjeni që në javën e fundit të prillit, por dua t'ju a them këtë që ta keni parasysh që këto 7 vitet e ardhshme mendojeni në këtë formë. Nëse ka diçka tani në jetën tënde që ti nuk ndjen siguri, nuk të duket si gjëja e duhur për ty, të duket sikur nuk je përmbushur si person, kompletuar si person, këto gjëra do të shemben, do të shkunden dhe ti do të gjesh vërtet kush ti je si individ, thelbin tënd do të plotësohet, edhe pse mund të jetë një gjë që ndoshta të tjerët nuk janë dakord, se energjia Uranit është një energji ekcentrike, është konsiderohet si energjia e gjeniut.
ajo çfarë ty të bën unik si binjak, si person, si individ, ndryshe nga të tjerët. Sado që nuk e kupton dikush tjetër, e rëndësishme është që ta kuptosh ti për veten tënde, që ti të ndihesh plotësuar. Dhe kjo do vi në formën e gënjeshtrave të zbuluara. Kjo do jetë një nga goditjet e para të Uranit në javën e fundit, ku do të zbuloni një tradhti, do të zbuloni një gënjeshtër, do të zbuloni një mashtrim, do të zbuloni pse ky personi në javën e parë që ju nxitonte me ngut të madh, duhet ta bëjmë këtë, të nxitojmë, të shkojmë këtu, ta realizoj këtë gjë, më ndihmo, kam këtë problem e të tjera. Do ta kuptoni, prandaj më pas ke kërkuar me kaq ngulm këtë kohë, këtë hapësirë, ose më ke kërkuar me kaq ngulm që do të mirë kuptoj në këtë gjë, sepse në fakt plani ishte ndryshe. Mund të jetë një tradhti në dashuri për disa binjak, mund të jetë një e vërtet që zbuloni në lidhje me para që dikush mund t'ju ketë gënyer dhe ju ka fshehur një shumë parash, mund të ketë bëj me shoqërinë, çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, energjia e kësaj jave është të të hapë syt ndaj realitetit. Nëse ti e ke gënyer veten më përpara binjak për disa gjëra, kjo energji thotë jo, nuk ka më, nuk mund ta gënjesh më veten tënde. Realiteti është ky që është, edhe do të i hap syt, do të bëj të përballesh me realitetin. Prandaj nga orakulli i kristaleve, kristali që unë ju rekomandoj pikërisht për muajin prill, po mund ta përdorni në çdo kohë, është floriti. Floriti dhe thot transformo energjinë negative në pozitive. Ti e drejton rrjedhën e jetës tënde. Floriti është një gur shumë i mirë, një kristal shumë i mirë për të mbajtur, sidomos afër kompjuterave, laptopëve, telefonave, sepse i neutralizon ato rrezet elektromagnetike që vijnë nga telefonat dhe nga pajisjet elektronike. Është një kristal shumë i mirë për të kaluar, për bërë këtë transformimin e energjisë nga negative në pozitive. Nëse ti ke punë si binjak që je shumë aktive nga ana mendore, ku ke një punë zyra, ku ke një punë që krijuese që merresh që shkruan, një punë ku ti je vazhdimisht në kompjuter gjatë gjithë kohës, do të ishte një kristal shumë qetësues floriti. Mund ta mbash ose siç të thash si një kristal afër ambientit të punës, ose mund ta mbash edhe në dorë në formën e bijuterive si një varse, si një vath, në formën e byzylykut, unazës, si tjetë çfarëdo që të preferoni ju, e rëndësishme është që të jesh në kontakt me këtë energji. Nëse jeni të interesuar, unë kam plot opsione bizhuteri me florit, mund t'i gjeni të listuara tek websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu tek video dhe poshtë tek përshkrimi. Dërgesa bëhet në të gjitha vendet e botës. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im, sërish në goldentruthtarot.com. Ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.